Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në zëvëzele falenderojmë, salavat dhe selame, mbi të dërguarin tonë, dërgojmë, dëshmoj se Allahu azza wa jalla është i vetmi i cili adhurohet me të drejtë, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Do të vazhdojmë me kapitujt e radhës rreth mëkateve të mëdha, e që në vazhdim autori flet rreth kapitullit bab ta'atul umara, kapitulli rreth bindjes ndaj udhëheqësve, e që autori sjell ajete hadithe të cilat tregojnë se është obligim që muslimanët t'i binden udhëheqësit të tyre dhe udhëheqësve në përgjithësi, që t'jenë të bashkuar, që fjala e tyre t'jetë një, dhe kjo bindje është obligim për sa kohë udhëheqësit janë besimtarë musliman, dhe për sa kohë urdhërojnë në atë që nuk vjen ndesh me ligjet e Allahut, pra ajo që urdhërojnë nuk janë mëkate dhe gjunahe. Ka sjellë fillimisht ajetin kuranor ku Allah thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum." O ju besimtar, binduni Allahut azza wa jall, binduni të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe parisë tuaj. E që dietarët edhe nga vetë ajeti, përveç se ka edhe hadithin këtë kuptim, nxjerrin se Allah azza wa jall ka urdhëruar bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit. Po të udhëheqësit nuk ka thonë bindjuni, kështu direkt me folje. Po dhe parisë tuaj. Çfarë në kupton kjo? Dhe parisë tuaj nëse nuk vjen ndesh me bindjen më herët. Përderisa për sa ku i bindesh Allahut, në rregull, për sa ku i bindesh pejgamberit, gjithsesi që i bind Allahut, se këto nuk vjen ndesh. A kjo fundit mundet me orë ndesh. Kështu që për sa ku urdhrojnë me gjëra të cilat nuk vjen ndesh, është obligim bindjuni pra. Allahut bindit dhe parisë tuaj. Andaj kjo ajet është shumë i qartë, dhe kjo temë është shumë e qartë është prej parimeve të ehli sunetit. Dhe kurdo që thënë këtë parim vjen ndesh me themelet e besimit shëndosh të Islamit. Dhe sjell bela e trazira e telashen në shoqërinë muslimane. Vazhdon autori me ajetin tjetër, ku thot Allah azza wa jall: "Fattaqullaha mastata'tum." Keni frikë Allahut asa keni mundësi. Autori me këtë ajet don të tregojnë se bindja ndaj Allahut dhe bindja ndaj pejgamberit alayhis salam, si dhe ndaj parisë, lidhet me mundësinë. Pra se Allahu nuk e ngarkon njeriu me atë, përveç me atë që ai mundet. Pra për sa ko njeri ka mundësi, duhet të bën përpjekjen, të bën maksimumin që të bindet. Në vazhdim, sjell hadithin e Muadhit radhiyallahu anhu, i cili përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të këtë: "El-ghazwu ghazwan." Lufta është dy lloje. فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونهبته أجر كله. Sa pejgamberi alayhis salam, ai njeri i cili me luftë, pra me pjesëmarrjen në luftë që e bën, synon fytyrën e Allahut azza wa jall, pra është i sinqert, atë vepër e bën për hir të Allahut azza wa jall. Pastaj i bindet udhëheqësit, që për këtë qëllim e ka pru autori këtë hadith. I bindet udhëheqësit dhe shpenzon nga molli i tij çmum. Pra nuk ka kursy jetën, nuk ka kursy as mollin e pasurinë, dhe në vazhdim thot: "Wa yasara ash-sharik." Dhe është i mirë me shokun e tij. Pra, jo me thonë tash jam luftar, jam
atje edhe me bo kaos ato, me bo me koni vrasht me shoqni. Mirë, po me gjithë këte, me sinqerime, ja shton edhe sjelljen e mirë me shokun e tij, me pjesëmarrësit e tjerë të luftës. E vazhdon të thotë, wajtanib al-fasad, dhe është i kujtesme nga fesati, pra nuk bën fesat, nuk bën trazira, nuk bën zullum, nuk shkon aty në luftë me myt fëmijë, nuk myt pleq, nuk bën shkatrim të mallit dhe të pasurisë, po domethënë vepron në bazë të rregullave të luftës që bëhet sipas kushteve të Islamit dhe edukatës islame. Meqense ajo është një çështje që në disa raste është e detyrueshme. Lufta mirë, po megjithatë ka rregullat e veta. Atëherë thot pejgamberi sa për këtë person, si në gjumin e tij, edhe kur është i zgjum, thot krejt kjo gjendje e tij është shpërblim ose për krejt këto ka shpërblim. Pra jo vetëm për kohën kur angazhohet, kur është zgjut, po edhe gjumin kur pushon, edhe kur shlodhet komplet udha e tij, pjesëmarrja e tij është shpërblim. Dhe kjo është realisht ai rregulli i madh që njeti gjonat e zakonshme i bën adhurim, i bën ibadet. Edhe gjumi njeri mund e bën adhurim, e shndron në adhurim, edhe ushqimin, e hajin, e pijen, e shndron në adhurim, kur e ka njetin e pastër dhe është i sinqert me Allah subhanahu wa taala. Mirë, po vazhdon e thot pejgamberi sa, wa amma man ghaza fakhran wa riya'an wa sum'atan wa 'asa al-imam wa afsada fi al-ardi fa innahu lan yarji'a bil kafaf. Thot pejgamberi sa, ndërsa ai i cili lufton me mburrje, pra qëllimi ka mburrjen, qëllimi ka mu fry para tjerëve, mu mburr, më thonë, me për krenari. Gjithashtu thot e bën për syefasi dhe për famë, mu përmen, mu livdu. Wa asal imam, dhe kundërshton udhëhecin, pra nuk i bindet udhëhecit të tij, wa afsada fil ard, dhe bën fesad në tokë, bën çrregullime, bën padrejtësi, bën zullum, fa innahu lan yarji' bil kafaf. Nuk do të kthehet bil kafaf, është njëri që është 0-0 që thënë kjo shprehja tash. As plus as minus. Nuk kthehet, as ashtu nuk kthehet. Pse? Jo që s'fiton se vope, po kjo është i ngarkum, është i gjuna. Pra, se kur t'kish kthy 0-0 shkon shumë mirë, bile s'poku, mos me koni ngarkum. Por e kundërta, jo që nuk merr shpërblim hiç. Shikoni dallimin me atë parin. Ai dallimi me atë parin që pjesëmarrja e tij dhe gjumi i tij komplet është shpërblim. Kurse ky kthehet jo me asgjë gjithsesi për veprave të mira dhe shpërblimit. Mirë, po kthehet i ngarkuar me mëkat edhe me gjëna. Autori e sjell edhe një hadith në këtë kapitull ku përcjell nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur me dyt, edhe me Abdullahin edhe me babën e tij Omeri radiallahu anhuma. Se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wat-ta'a fi ma ahabba wa karih. Thot është obligim për njeriu musliman që të dëgjoj dhe t'i bindet, fjala është për udhëhecin. Thot për atë që i pëlqen e atë që nuk i pëlqen. Përderisa ai të urdhëron, është urdhër i tij, mundesh me urdhëru me diçka që ty s'pëlqen. Pjesëmarrja në luftë, pjesëmarrja me një aksion, nështë pëlqen s'pëlqen. Ose një diçka mundesh me po që me hila o pa hila, disi kërkan herë hin disa dyshime, disa ankesa, ose unë po marr pjesë më shumë, tjetri pëlqej s'pëlqej. Sot është obligim për besimtarin pra të bindet dhe të jetë i dëgjueshëm me përjashtim. Illa an yu'mara bi ma'siyah. Përveç nëse urdhërohet me mëkat. Nëse ai urdhër për bën mëkat, për bën shkelje sheriatike, fa idha umira bi ma'siyatin, nëse urdhërohet me një mëkat, fala sam'a wala ta'a. Atëherë nuk ka këtu as dëgjueshmëri, as bindje. Kjo është kapitulli realisht shumë i gjatë, ka edhe shumë ajete, hadithe të tjera, ndoshta në kapitullit më pa përmendur diçka që ndërlidhet me këtë temë. Mirë po,
është prej çështjeve domethënë parimore të Ehlus-Sunneti dhe gjithsesi mosbindja është ndër mëkatet e mëdha për ata dhe autori e ka sjell në libër. Autori në vazhdim flet për kapitullin El Khuruj anil Jamaa, domethënë shkputja ose ndomja, dalja nga xhamati, nga komuniteti, nga xhamati i muslimanëve. E që kjo ndërlidhet gjithsesi me pjesën e parë. Fillimisht ka sjell autori ajetin kuranor: "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla." Thot Allah Azza wa Jall, ai i cili kundërshton të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, pasi që atij është bë e qartë udhëzimja, ka bë e qartë udhëzimi e drejta, e vërteta, rruga e vërtetë, ai kundërshton pejgamberin. Wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, dhe ndjek rrugë tjetër pas rrugës së besimtarëve. Po, dohet nga komuniteti musliman, dohet nga bashkësia islame, nga bashkësia muslimanëve. Andaj, në këtë rast, ka dalë, është shkput, cila është, domethënë gjykimi për të? Se Allah thotë, "Nuwallihi ma tawalla." E lajmë në rrugën që ai ka zgjedhur. Meqense se kjo ajet ka të bëjë edhe me akiden, me besimin, me udhëzimin, po ka të bëjë edhe me anën praktike të bashkësisë islame dhe të komunitetit musliman. Pastaj sjell ajetin kuranor: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçoni. Dolja nga xhamati, distancimi prej xhamatit, sjell përçamje, sjell fitne dhe kjo sjell dobësimin e muslimanëve. Shembujnë historik ka të shumë dhe kjo është shumë e qartë që gjithsesi do të rezulton me dobësim muslimanëve, do të rezulton me pasoja të mëdha. Autori në fillim sjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Men keriha min emirihi shay'an falyasbir." Sot pejgamberi alaihi wasallam, kush sheh te udhëheci i tij, kush urren diçka prej emirit të tij, domethënë sheh diçka që nuk i pëlqen, bën ai shkelje sheriatike, bën ai padrejtësi, bën gjëra që vijnë ndesh me sheriatin, falyasbir, le të bën sabër, le të bën durim. Fa innahu man kharaja min as-sultani qida shibrin ose qaida shibrin mata maytatan jahiliya. Sepse ai i cili del nga udhëheci, pra ndohet prej tij, e që nuk kupton ndohet prej bashkisë së muslimanëve, qoftë edhe një pllom dhe e zën vdekja, ai ka vdekur vdekje të xahilijetit, por nuk është vdekje e islamit. Kjo ka shumë komentime prej tyre se ka qenë traditë e arabëve përpara çdo që s'u kanë bindur udhëhecit, dhe secili kryen veti të ndomë dhe të përçon para se marrë Islami. Islami është ai që i ka afruar dhe i ka mbledhur dhe i ka bashku. Dhe arritën me bë shtet e perandori. Pra do të vdes në një gjendje të tillë, ose çështja është se do të bën një mëkat, një gjuna, dhe nuk do t'i përmbohet, domethënë mësimeve të Islamit. Nuk është fjala që ai do të vdes pa besimtar. Jemi të fol për mëkat të madh. Domethënë nuk është që njeriu nëse bën këto del pe Islamit. Mirë, po për disa gjunoha të mëdha janë përshkruar, domethënë se janë cilësi ose shenja të ignorancës, periudhës së ignorancës. Pastaj autori sjell hadithin e Hudhaifës që transmeton se i dërguari sa sem ka thonë, që është hadith shumë i qartë dhe përshkruan pejgamberin të ardhmen se çka do të ndodh, fitnet dhe sprovat, e që realisht kjo përveç që dëshmon në njëon pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dëshmon se udhëzimin e tij, këshillat e tij dhe hallin dhe dertin që ka pas për umetin e tij të udhëzon ato që është më e mira. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se tekunu ba'di a'imma. Pas meje do të vinë udhëhec.
la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Nuk udhzohen, nuk do të udhzohen me udhëzimin tim dhe nuk do të ndjekin sunetin tim. Po do të ketë pari, do të ketë udhëhec, të cilët as në aspektin e dijes nuk do të udhëzohen me udhëzimin tim, as në aspektin praktik të punës, por do të kundërshtojnë fenë Allah Azza wa Jall në çdo aspekt. Ose në këto dy aspekte. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu ash-shayatin fi jusman al-ins. Dhe do të ngriten mesin e tyre njerëz, zemrat e tyre janë zemrat të shejtanëve në trupat e njerëzve. Domethënë deri në që të mos janë të prisht, u shpreh kështu më shkurt. Deri në që të mos janë të prisht, saqë pejgamberi shpirtat e tyre i ka thujt shpirtat e shejtanëve, po që janë në trupat e insanëve. فقال حذيفة كبيت حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك يا رسول الله çka të bëj nëse e mrini një kohë të tillë. Po ç't pyetje do të gjithë secili më bë. Cila është zgjedhja e sheriatit, cila është zgjedhja e islamit? Jo mu çapo më mërmenja. Çka të bëj ja Rasulullah nëse e mrini një kohë të tillë? Sot pejgamberi sa tesma wa tuti' al-amir, sot ta dëgjosh dhe ti bindesh udhëhecit, wa in daraba dhahrak, edhe nëse ta godet shpinën, pra edhe nëse të rrej, wa akhadha malak, e ta merr mallin edhe pasunin, fasma' wa ati', dëgjoj dhe bindu. Ky hadith, që në mesin e shumë haditheve tjera e mbështet këtë parim të ehli sunetit, për shumë njerëz tallën me ehli sunetin me këtë hadith. Thojnë ky është i atij xhamatit që thotë bind udhëhecit edhe në kohë që të rrehet ta merr mollin. Ha? Domethënë ç'ta janë çasja, ç'as tult janë, ha? Ç'as shumë mi bindën udhëhecit që edhe mi rreja me amor mollin, këta thojnë e harrojnë kush e ka thonë këtë fjalë. Dhe na i shohim që gjatë gjithë historisë, përveç 4 xulefave të drejtë dhe disa periudha të pakta muna me thonë, se gjatë gjithë historisë në vendet islame ka pos padrejti, ka pos zullum, ka pos gabime në mesin e udhëhecëve, ka pos deri në atë mos që i ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata të cilët ju dalë kundër tyne kanë sjell pasoja, kanë sjell trazira, kanë është prek jeta e njerëzve, është siguria e njerëzve, pasunia e tyne, nderi i besimtarëve të gjitha. Autori gjithashtu sjell hadithin që transmeton Arfejat al-Ashja'i radiyallahu anhu, se i dërguari sallallahu ka thonë: "Men atakum wa amrukum jami'an ala rajulin wahid, yuridu an yashqa 'asakum wa yufarriqa jama'atakum faqtuluhu." Sot i dërguari sallallahu nëse ju vjen dikush e përderisa çorçja juaj është një bashkë, keni të bashkuar në një njeri të vetëm, a? E keni një udhëhec, gjithë keni të bashkuar rreth atij njeriu. Dhe vjen dikush dëshiron ta thën unitetin e juaj. Dhe dëshiron të përçoj bashkësinë e juaj, xhamatin e juaj. Faqtulu, vriteni. Pra njeriu që dën me bë fesod, bën me bë trazira në vendin islam, mesin e muslimanëve, ai këshillohet, ai do të më këshillu. Ai do të më pengu. Nëse nuk dalet, do të më luftu. Nëse s'ka zgjidhje tjetër, edhe nëse vrohet, gjoku i tij nuk është i garantuar në shtetin islam. Sa është sikur ata që njerëzit bëjnë tradhti kundër shtetit, se diçka është pikrimeve realisht më të mëdha që rrezikojnë sigurinë e bashkisë islame, e shtetit islam, e vendit islam. Në vazhdim, autori ka
ka sjell kapitullin e fitneve, me qenë se në këtë kapitull ka bajagje hadithe, po mundohëm s'paku vetëm të lexoj, me qenë se këto është çështje realisht shumë e rëndësishme, po me qenë se na jemi vetëm duke i numëruar realisht mëkatet e mëdha dhe nuk po mundem edhe ashtu shumë me i shpjegu. Te fitnet fillimisht mundem me përmend faktin që është obligim për besimtarin t'i shmonget fitneve, trazirave, kaoseve që bëhen. E ka për obligim të ruhet e jo të afrohet atyne, e jo të shfaqet fitneve se bjen tu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu që të ruhemi prej fitneve, që të kërkojmë prej Allahut me na ruaj nga fitnet. Dhe në pejdovet pejgamberit alayhis salam thot ta'awudhu billahi min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kërkoni mbrojtjen e Allahut nga fitnet, ato që janë të dukshme dhe të padukshme. Ose në fund çdo namaz na kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga fitnet, qoftë fitnet të mëdha të veçanta si dëgjall e tjera, qoftë fitnet e jetës e vdekjes përgjithësi. Autori sjell hadith ajetin kuranor fillimisht, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, se Allah azza wa jall keni frikë dhe ruajoni nga fitneja, e cila nuk i godet vetëm ata që kanë bërë pa drejtësi. Fitja kur vjen i përfshin tonë, që thonë nga drunit thotë edhe njomi degët. Runu pra, nëse bëhen fitne, nëse bëhen trazira, nëse bëhen konflikte dhe shpërthen konflikt mesin e muslimanëve, ato mos e godet ajo fitne dhe ajo problem, ajo sfidë vetëm ata që kanë bërë pa drejtësi ose kanë rënë në po do t'i përfshin gjithë. Gjithashtu thot Allah azza wa jall, "Qul huwa al-qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a." Thot Allah azza wa jall, thuaj, Allah është i fuqishëm që t'ju sjell dënim nga lart. Gjithashtu t'ju sjell dënim nga poshtë, nën këmbët e juaja. Ose t'ju përçoj e ta ngjeni pastaj atë dhimbjen e konfliktit mes njëri tjetrit. Sa dhimbshme është kur njerëzit i sheh besimtar tu luftu mes veti. Tu dir gjoku i tyne, tu prek nderi i tyne, tu shkatru pasunia tyne. E kjo është një prej provave që realisht jo rrallëherë ju mballafaqojnë muslimanët dhe mballafaqohen me këtë. Autori ka sjell vazhdim hadith të gjatë ku tregon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, sa të ishim në një udhtim dhe u ndalim në një vend për pushu. Dikush për njëve disa thot i rregullonin çadrat, shatorat ku kanë pas me pushu, do ushtrojshin me shigjeta, me hedhjen e shigjetave, disa thot u mershin me koftë dhe kullocë ushqimin e tyne dhe thirrri një thers nga i dërguari sallallahu alajhi wasallam as-salatul jami'a. As-salatu jami'a është shprehje që duhen me thirr njerëz për me mbledh dhe me tubu. Janë mbledh gjithë tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi alayhi salam thot: "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum sharra ma ya'lamuhu lahum." Thot pejgamberi alayhi salam, çdo pejgamber që ishte para meje, ose nuk ishte asnjë pejgamber para meje, vetë se kishte për obligim, t'ju tregonte umetit e tij të mirën e tyre që dinte për ta. Dhe ti paralajmëronte nga e keqja që dinte për ta. Po kjo është kur besojmë pejgamber, një prej pikave më të rëndësishme rreth besimit pejgamber është kjo, jemi të bindur që çdo pejgamber atë që ka ditë që është e mirë për umetin e tij e ka kumtu. Edhe atë që e ka ditë që është e keq dhe i kërcënon, i rrezikon, i ka paralajmëruar. Atëherë ti të nxo, padyshim që ka bërë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E vazhdon dhe thot: "Periudha më e shnush e umetit tim, më e pastër të fjolla, sot është fillimi i saj." Kurse pjesën tjetër thot se yusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Por pastaj do të goditet
me bela dhe çështje të cilat nuk do t'i pëlqeni. Kur është kjo kohë pa fitnë pa? Është koha kur kanë udhëhequr dy halifet e parë, Ebu Bekri dhe Omeri. Se vjen hadithi më poshtë. Fitnet edhe belat kur janë? Kur vritet Omeri, që thehet dera e fitneve. Edhe motën ja nisin belat. Vazhdoni dërguesi dhe thot: "Wa taji'u fitnatu fa yuraqqiqu ba'daha ba'dan." Wa taji'u al-fitna, pjesa thot dhe vjen një fitnë ose vin fitnë që e zbusin njëna tjetrën. Cëllë qëllimi? Vjen fitnë e madhe gjithsesi. Po kur vjen tjetra më e madhe, ajo duket e vogël. E zbut atë përpara, duket që është më e butë, duket që është më e vogël. Jo që ajo është e vogël, po kur vjen kjo edhe më e madhe. Sikur ajo fjala ngushëlluese që thotë na populli, mos na roft me harru. Se me troll diçka më e madhe e harron atë. Edhe kjo është, kjo tjetra që ormeron e ka zbut atë përpara. Sa që thot besimtari kur vjen fitnë, hadhihi muhlikati. Kjo është këto ku më shkatru, ku më ro, s'ku më mujt me i rezistu. Thot kur kalon ajo fitnë, vjen tjetra, thot këto ku më ro, këto ku më ro. Çashtu vin ran fitnet njëna mas tjetrës. Me po pejgamberi kur përmendni problem, edhe ilaçin edhe zgjedhjen gjithherë ka ofru. Dhe vazhdon e thot: "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhil al-janna", thot ai cili don me shpëtu prej zjarrit e me fut në xhenet, "Falyati ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir", atë le të vjen vdekja duke besuar në Allahun dhe ditën e fundit, imani, besimi me këto dy shtylla të mëdha, besimi në Allahun dhe në botën tjetër, në ahiret. Pastaj vazhdon e thot: "Walyati lin-nasi alladhi yuhibbuhu ay yu'ta ilayhi", e të cilët me njerëz ashtu që ka çaf ata më usill me to. Kjo është ajo rregulla e artë. Sillu me njerëz që i qef ata me usill me ty. Pra në raport me Allahun rruje besimin në Allahun, daljen para tij, dhonjën llogari. Në raport me njerëzit, sillu që i qef ata me usill mirë me ty dhe vazhdon e thot: "Wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in ja'a akharun yunazi'uhu fadribuhu 'unuqa al-akhar." Thot ai i cili ja ka jap besën udhëheqësit e tij, për besatu që ka për udhëhes, ja ka dhënë besën e tij, thot. Ja ka dhënë thot dorën e tij ose atë shtrëngimin e dorës së tij dhe ja ka dhënë sinqeritetin e zemrës së tij, domethënë ka bëu këto me dëshirë, me gjitha, thot atëherë thot le ti bindet atij atë sa ka mundsi. Për çfarë autori më herët mas ajetit bindjes e ka përmend, keni frikë Allahut atë sa keni mundsi, a? Sikur hadithi që ka ardhur. Pra le ti bindet atij atë sa ka mundsi, thot. E nëse vjen një tjetër dhe konteston ose rrezikon ose lufton udhëhecin, fadribu 'unuqa al-akhir. Vriteni. Nëse s'ka zgjidhje tjetër, nëse këshillohet në që është mirë, nëse jo, atëherë vriteni. Vazhdon hadithin tjetër, autori ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Nxitoni me punë të mira para se të vinë fitnet sikur copat e natës së errët ose pjesët e natës së errët. Që njeri zgjohet me mëngjes besimtar e nxan promja pa besimtar, ose e nxan akshamin mbrëmja besimtar kurse çel sabahi pa besimtar. Çfarë fitnë të rona? Çka yebi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Është fenë e tij me diçka të ulët nga kjo dunja. Pa mas kësaj, autori ka sjell hadithin e pejgamberit alayhis salam: "Al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya." Sot azurimi në kohë trazirash, luftash, vrasjesh, është sikur hijreti ton. Autori pse ka sjell këto dy hadithe? Se te e para ka tregon pejgamberi se para se më ardh fitnet do të më nxitu njërin punë të mira. Para se më ardh fitnet do të më nxitu punë të mira. Te e dyta, edhe fitnet kur janë mbonu për adhurimit. Pse kjo? Mas pari se adhurimet para fitnes trujnë edhe mbrojnë fitne. Dhe e dyta, kohët fitnes, çast shumë njerëz të merren me fitne saqë i largohen adhurimit. Një pjesë e madhe të angazhuar me fitnen, me trazirin, si kthehen e harrojnë adhurimin. Po edhe kur janë adhurim në namaz, janë preokupuar
me problemin, me telashin, me kaosin që të ndodh. A realisht zgjedhja është më kthy te Allahu Azza wa Jall, me adhurim dhe bindje. Dhe sikurse që njeriu ka nevojë, pra kur është në kohën e pejgamberit, kur ka nisë Islami ka nisë dopti vetën. Qa njerëzit janë largu dhe i kanë bashku pejgamberit alayhis salam, kanë bëhë hijret e pejgamberit alayhis salam. Çfarë janë njerëzit në kohë të luftës, kohë të trazirave, kohë të problemeve. Duhet më kthy namazit, me bëhë hijreta, largoje fitnes, ktheju te Allahu, ktheju adhurimit. Kjo është zgjidhja pra që duhet me zgjidh besimtari. Autori ka përmend në vazhdim hadithin e Hudhaifës radhiyallahu anhu, i cili vetëm po e lexoj, i vetë sahabët, kush nga ju e mund ban hadithin e fjalën e pejgamberit alayhis salam rreth fitneve, Hudhaifa radhiyallahu anhu thot unë dhe thot gjithsesi ti i guximshëm të dinu Omeri që ai Hudhaifa ka një njohur për sekretet e pejgamberit alayhis salam të këto fitne. Atëherë thot e kam dëgjuar pejgamberin duke thonë që sprova fitnja e njeriu në familjen e tij, në mollin e tij, te fëmia e tij, në koqshin e tij, e shlyn namazi, agjerimi, sadakoja, urdhën të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Fjala është se fitnet sprovat, njeri sprovohet me mas, sprovohet me gru, sprovohet në familje, sprovohet me koqshin, që sprovohet? Ka herë si plotson hakun e tyne, ka herë mundet me bë padrejtësi, ka herë mundet me të habit ndaj adhurimit dhe mu merr më shumë se që duhet me dynjonën, me familjen e me tëna. Mirë, po çka i shlyn këto gjëra, këto mangësi? Namazi, sadakoja, agjerimi, urdhën të mirë, ndalim nga e keqja. Sot Omeri jo për këtë s'po të pyeti. Sot po të pyeti për fitnen e cila vjen si volë e detit, e cila pro godet, volë mas vole dhe godet shumë është profit, për fitnet të mëdha. Dhe thot Hudhaifa radhiyallahu anhu, thot ç'ke me të o emiri muslimanëve? Ku thot nuk ja mirë inne bejneke wa bejneha baben mughlaqa, mes teje dhe asaj fitne është një derë mbyllën. Hudhaifa din se është një derë mbyllën. E pyet Omeri, a hapet kjo derë apo thehet? Hudhaifa thotë kjo derë do të thehet. Atëherë përgjigjet Omeri, atëherë ka më shumë gjasa që kjo mos më mbyll më. Se më të më shelet, a më kur thehet, gjasa më e madhe është mos më mbyll sot kjo derë. Sot dhe kam pyet Hudhaifën, e kene Omer ja'lemu men il-bab, sot e ka ditë Omeri se kush është dera. Hudhaifa ka thonë gjithsesi. Sot sikur që ka ditë që nesër mja ku me orë mas natë, s'ka mundësi sot është ditë e me orë ditë e nesër pa u bën natë. Kështu e ka ditë se Omeri sot i konfol me hadithet të qarta, por gjona që është qartë nuk është ajo. E ka ditë. Atëherë transmetuesi hadithit se këta sot pyesin sot i kemi hezituar me vetë sot se kush është dera dhe i kemi thonë me Surukut, një nga shokëve atë që ta pyes se kush është kjo derë, edhe ka thonë ajo është Omeri. Pra me vrasjen e Omerit faktikisht është sy, jo Omerit, jo Osmanit është, domethënë me vrasjen e Omerit është sy dera. Ku Osman, ku në Osmanit, me qenë se ka pas lirime gjitha mirë, po fitnet mo veç qenë shfaqë. Po zotit pak dersi, po përmbyllë edhe dy hadithe shpejt i kam t'i lexoj, që të mos ndalem në gjysmë të kësaj. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vinë sot fitne, pra do të ndodhin gjithsesi fitne, dhe kur do të vjen në fitneja, ai i cili është ulën, është më i mirë se sa ai që është në kom. Sot ai që është në kom është më i mirë se sa ai që ecë, që i afrohet asaj, që nxitonte te ajo. Sot e kur të zbret fitnja ose kur të ndodh ajo, ai i cili ka sot deve, le të bashkangjitet devet e tij. Ai që ka sot dele, le të bashkangjitet deleve të tij. Ai që ka tokë, le të kthehet te toka e tij, le të angazhohet për me punu tokën e tij, mos merret në atë fitnë. Dhe pyet një njeri, sot ja Rasulullah, e nëse njeriu nuk ka as dele, as deve, as tokë, as kurrë, sot le të merr sa shpotën e tij, sot edhe nguri sot le të thëntehin e saj. Sepërsa ki armen, gjithë është rreziku që momento me të mush menja me marr pjesë, sot po thej e tehin e saj dhe prishe dhe shpëto nëse ke mundësi të shpëtosh prej saj.
Dhe shpëton nëse ke. Allahu me hel belak 3 herë për mëson, o Allah, e kumtova. Është rrezik, është fitnë, janë sprova dën mi para emru, ymetin e tij. Sot një njeri thot, ja Rasulullah, nëse më detyrojnë, më marrin me zor, dhe më qesin në njënin prej 2 grupeve me luftu, dhe më bjet dikush myt ose më nai shigjetë, thot ai i cili të ka detyruar, thot e ka gjunohen e tij dhe gjunohen ta. Pastaj hadithi i fundit thot Sadi radiallahu anhu thot ja Rasulullah, nëse më hin dikush në shtëpi, ose trazira është, kur bëhet kaos mos s'ka siguri. Thot nëse më hin dikush në shtëpi. Thot nëse dikush më hin në shtëpi dhe zot dorën me myt, me vra. Thot çka të bëj? Çka më bë kur një don? Thot pejgamberi sa kun ke khairi ibn Adem. Thot bënë si biri më i miri i 2 bijve të Ademit. Cili është më i mirë? Kabili, Habili? Është Habili? Ai Kabili e zgjat dorën me rrot. Çka edhe sjell ajetin kuranor. Çka i thot Kabili Habilit? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka li aqtulak. Thot Kabili thot nëse ti zgjat dorën më vrau mua, unë nuk do ta zgjat dorën time me të vrau ty. Nuk do. Inni akhafullah Rabbel Alamin, unë i friksojmë Allahut Zotit të botëve. Ma mirë po t'jesh i vromi, se sa vrasi në një situatë të tillë, në kohë luftrash, kohë trazir mes muslimanëve, nuk është fjala domethënë për situatat e tjera. Përmbyllim këto temën, o sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.